Para disa ditësh, mbar opinioni publik shqiptar, por gjithashtu edhe ai italian, u trondit nga vrasja që ju bë një vajzë të re me origjinë shqiptare, por që ishte lindur dhe rritur në Itali, Ilaria Sula. Ajo u vra nga i dashuri i saj, dhe kjo u zbulua vetëm pasi disa ditësh ajo nuk kishte asnjë kontakt me familjen, pra ishte zhdukur. Ne fillimisht do ndjekim një insert, i cili do të na njohë me këtë kronologji të ngjarjes, e më pas do të kthehemi në studio. Një ngjarje tronditëse ka goditur komunitetin shqiptar në Itali. Ilaria Sula, studentja shqiptare, u gjet e pajetë në një apartament në Parma, ku dyshohet se është goditur për vdekje me thik. Hetimet intensive të autoriteteve italiane kanë çuar në gjetjen e thikës së dyshuar si armë e krimit, e cila tashmë është sekuestruar dhe po ekzaminohet nga ekspertët. I dyshuari kryesor, një 22 vjeçar Filipinas, u arrestua vetëm pak orë pas ngjarjes. Në banesën e tij, hetuesit gjetën gjurmë gjaku, duke e bërë atë kryesorin e hetimeve. Ndërkohë, motivet e këtij krimi makabër mbeten ende të paqarta. Policia italiane po vijon punën për të zbardhur të gjitha rrethanat dhe për të kuptuar çfarë çoi autorin drejt këtij akti makabër. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta, ndërsa familjarët dhe miqtë e Ilarias kërkojnë drejtësi për humbjen e saj. Ajo kujtohet si një vajzë talentuar dhe e dashur nga të gjithë. Dhe për këtë ngjarje të rëndë do të flasim me gazetaren Alba Kepi, të cilën e kemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë nga Italia. Alba, përshëndetje, mirë se vjen në programin Mesnesh në RTS. Faleminderit. Mirë se vjen, Alba. Faleminderit, Alba. Në fakt, do donim ta nisnim edhe për ata të cilët nuk kanë ndjeni për këtë ngjarje, si ka ndodhur, si është kronologjia e kësaj ngjarje dhe çfarë të reja është zbuluar nga autoritetet italiane. Kemi të bëjmë me fenomenin e radhës apo me viktimën e radhës të fenomenit të feminicidios. Fatkeqësisht se radhe viktima është Ilaria Sula, studente 22 vjeçare, e lindur dhe rritur e shkolluar në Itali, vajzë e një familje emigrantës shqiptar të brezit të parë, studente e Fakultetit të Statistikave në Universitetin La Sapienza, që pritet të diplomohej në tetor të këtij viti. Është goditur për vdekje nga një ish i dashur i saj, Mark Anthony Samson, dhe ai djali apo i përket një brezi të emigrantëve të brezit të dytë, pra djali një familje me origjinë nga Filipina, i lindur dhe ai i rritur i shkolluar në Itali. Me këtyre ka pasur një lidhje dashurie, por që ka marrë fund dhe prej pak kohësh nuk ju frekuentoheshin më bashkë. Prej datës 25 mars, të mbrëmjes së 25 mars, Ilaria nuk i është përgjigjur më thirrjeve të familjes së saj, madje ata e prisnin që ditën e shtunë të kthehej siç ndodhte zakonisht çdo fundjavë, të kthehej në Terni, në rajonin e Umbrias, ku jetonte familja e saj, pasi Ilaria jetonte në Rom, dhe me një banesë me studentët të tjera, pasi frekuentonte, siç thash, Universitetin La Sapienza të Romës. Alba, fakti është se, po. A kishte shprehur ndoshta tek shoqet e saj apo tek familjarët e saj ndonjë shqetësim apo ndonjë përndjekje nga ishi dashuri i saj, Ilaria? Jo, asnjëherë, dhe kjo ndoshta e ka bërë që Mark Anthony deri në momentin kur u gjet trupi me atë mëngjesin e datës 2 prill, mos të ishte të paktën tek familjarët dhe miqtë e Ilarias si një person i dyshuar dhe i përfshirë në zhdukjen e saj. Gjatë këtyre 8 ditëve që ajo ishte shpallur dhe person në kërkim, pasi në muret e Romës, në sheshet kryesore, ishte vendosur dhe një lajmërim i shpërndar nga mikeshat e saj dhe nga familja e saj, ku bënin apel se Ilaria Sula, 22 vjeç, me gjithë ato detajet e veshjes në momentin së zhdukjes apo tipareve të saj fizike, e kërkonin. Vetë Mark Anthony, autori i krimit, ka marrë pjesë edhe në këtë proces ku vendoseshin këto shpallje, këto lajmërime për të gjetur Ilaria. Asnjëherë nuk ka pasur asnjëherë dyshime ndaj tij, por dyshimet kanë qenë të forta nga ana e hetuesve.
prokurorëve të Romës, të cilët që në momentin kur është bërë denoncimi nga ana e familjarëve në Komisariatin San Lorenzo të Romës për zhdukjen e Ilarias, aty ata kanë mbajtur, siç është edhe praktika e këtyre rasteve, duke marrë në vëzhgim qoftë në përgjime telefonike, përgjime ambientale, qoftë në vëzhgim do të gjitha ato metoda tipike të hetuesve italian, është mbajtur dhe Mark Anthony. Dhe gjëja më diabolike e zbardhur gjatë ditës sotme është se kur babai i Ilarias, Flamur Sula, ka shkuar në komisariat dhe ka bërë denoncimin zhdukjes së vajzës së tij, ka qenë i shoqëruar me Mark, ka qenë i shoqëruar me autorin e kësaj vrasje, autorin e këtij krimi. Detaje të rëndësishme është fakti se ai ka punuar dhe për të inskenuar faktin se Ilaria është larguar vet, Ilaria ka kërkuar të jetë larg të afërme, larg të miqve të saj, pasi ka kërkuar të jetë e distancuar për pak kohë, sepse ai ka vijuar edhe pas vrasjes të përdor telefonin celular të Ilarias, duke dërguar plot 8 mesazhe gjatë këtyre 8 ditëve që ajo figuronte e zhdukur. Ka dërguar mesazhe babait të Ilarias, hiqe sikur ishte Ilaria, duke thënë se do të vi në shtëpi javës që vjen, ose më mirë do të vi muajin që vjen, mos u shqetësoni për mua, apo ka komunikuar dhe me mikeshat, apo dhe ka postuar dhe modifikuar profilin social duke postuar dhe stories në profilin Instagram. Alba, deri në këto momente... Të depistuar... Po, deri në këto momente, familja nuk kish kuptuar asgjë, pra nuk ishte shqetësuar në asnjë moment se diçka nuk shkonte, apo jo? Pra nuk ishin arritur të kuptoni që nuk ishte Ilaria ajo që shkruante? E kishin kuptuar me njëherë, pasi siç shprehur babai i saj, nuk ishte tipike Ilaria se të kepte një përgjigje të tilla apo kepte mesazhe të tilla dhe kaq të ftohta që jam mirë, mos u shqetësoni, dhe fakti që ajo nuk ishte ardhur në atë fundjavë në shtëpi, që treguar dhe se ka diçka që nuk shkon. Dhe menjëherë ai ka bërë dhe denoncimin në komisariat, pavarësisht se vijonin këto mesazhe. Sot janë zbardhur detaje, ndoshta dhe juve intereson më shumë detaje nga autopsia e trupit, pasi i është dorëzuar mjekësisë ligjore për të kuptuar dhe për të vendosur dhe masën e akuzës ndaj autorit krimit, pasi në këto çaste që ne flasim, Mark Anthony po merret në pyetje në burgun e Romës, pikërisht për të zyrtarizuar akuzën e tij, që është akuza për vrasje të qëllimshme dhe për fshehjen e trupit viktimës, pasi prej 8 ditësh ka qenë trupi i fshehur dhe i skenuar me këtë diabolizëm që ai ka përdorur gjatë këtyre ditëve. Ekspertiza mjekoligjore e autopsisë ka zbardhur se Ilaria ka ndruar jetë nga mbrëmja, nga ora 8 e mbrëmjes së datës 20 mars deri në orën 6 të mëngjesit të datës 26 mars. Pra autopsia mund të përcaktojë që vrasja është kryer brenda këtyre orëve. Por vdekja e saj ka ndodhur brenda 1 minuti. Këto detaje janë të tmerrshme, nëse ma lejon ta përfundoj, pasi janë të tmerrshme. Vdekja e saj ka ndodhur brenda 1 minuti dhe fatale kanë qenë 3 goditje thike të marrë në fyt nga një thik me maj. Në trupin e saj janë gjetur dhe plakë të tjera thike, sidomos tek krahët, gjë që dëshmon se ajo është përpjekur të mbrohet. Është zbardhur gjithashtu se trupi është futur brenda një thesi të zi plerash, pastaj brenda valigjes, dhe mendohet se brenda orës 6 të mëngjesit të datës 26 mars, trupi i saj është hedhur në zonën pyjore në një komunë rreth 40 kilometra larg Romës, në ato që quhet komuna Kapranika. Mjaft e rëndësishëm ka qenë identifikimi i celulës telefonit Mark Anthony, autorit krimit, dhe targës automjetit që ai ka spostuar trupin, pra valigjen me trupin e Ilarias, është identifikuar në orën rreth orës 6 të mëngjesit të datës 26 mars, rreth 500 metra larg vendit të gjetjes së valigjes me trupin e Ilarias. Të gjitha këto element kanë bërë që për shumë orë në natën e 11
natën e 1 prillit, duke u gdhirë data 2 prill, por ne morëm dhe lajmin e gjetjes së trupit, autori i krimit është marrë në pyetje për disa orë nga prokurorët e Romës, dhe më pas disa orësh ka pranuar dhe ka rrëfyer se është ai autori i krimit. Detajet tjera të rëndësishme që dhe për ju janë ekskluzive dhe në kuptimin që nuk po zbardhen ora orës është se sot Mark Antony ka deklaruar se ajo që i ka shkaktuar raptusin e tij të momentit për të bërë këtë krim ka qenë kur ka kuptuar, kur ka parë se Ilaria Sula në momentin që ata po bisedonin në dhomën e tij në apartamentin ku krye krimi, ka marrë një mesazh në rrjetin social Tinder. Dhe kjo i ka shkaktuar atë zemërimin, raptusin me njëhershëm, siç ka rrëfyer përpara hetuesve dhe ka marrë pikën dhe ka bërë ekzekutimin, ka kryer vrasjen. Tash akuzat ndaj tij apo që ka punohet të kupton hetuesit italian janë e para, mund të jetë një vrasje e paramenduar për faktin se Ilaria dhe Mark e kishin ndërprerë marrëdhënie me tyre dhe çfarë shtyu Ilaria që mbrëmjen e datës 25 mars të dalë nga apartamenti i saj ku jetonte me disa mikesha studente dhe të shkonte në shtëpinë e Mark. Pyetja e dytë është nëse prindrit e Mark që ndodheshin në apartament atë natë kanë kuptuar apo jo se ç'ka ndodhur, kanë qenë pjesë e këtij akti, e kanë marrë vesh më pas, babai ose prindit e kanë ndihmuar Mark të spostoj edhe të fus trupin e Ilarias në valigje dhe të spostoj dhe të hedhë në atë zonë pyjore. Këto janë pikpyetje të mëdha, të cilat në një farë mënyre rëndojnë dhe akt akuzën. Edhe sot dita është shumë e rëndësishme për të kuptuar se kush do të jetë akt akuza e prokurorëve italian. Po, e qartë, është vrasje qëllimshme, por nëse kemi një vrasje me paramendim, dënimi ndaj tij do të shkojë nga minimumi 21 vite, do të shkojë në burgim të përjetshëm. Dhe një tjetër akuzë është nëse ka bashkëpunëtor të kësaj vrasje. Pra nëse babai o nëna e tij janë bashkëpunëtor në fshehjen e trupit viktimës, se pavarësisht se nuk janë autor të krimit, quhen bashkëpunëtor në vrasje derisa mund të vërtetohet ky fakt i tillë. Si prindrit, babai Rik dhe nëna ka një emër pak ngatruar, Noar, më duket, janë marrë në pyetje nga prokurorët e Romës, por nuk janë deri në këto çaste një po flasim persona të listuar në regjistrin e personave të vënën e tij. E qartë. Ndërkohë, detajet rënditse nga kjo ngjarje, me sa lexova dhe në media, në La Sapienza, bashkëmoshatarët e saj, nxënësit e studentët e universitetit, pedagogët e kanë shoqëruar këtë moment me trishtim, por edhe kanë kujtuar apo jo, nëse e keni këtë informacion, zonja Kepi. Po, patjetër. Ka pasur një reagim institucional, duke nisur që nga rektorja e Universitetit La Sapienza, e cila ka shprehur impenjimin e saj krah dhe forcave dhe institucioneve qeveritare për të luftuar këtë fenomen të feminicidios. Ka pasur një reagim të fortë në komunën e Ternit, në rajonin e Umbrias ku jeton familja e saj, ku kanë folur dhe mikeshat e Ilarias. Ka pasur reagim nga zëvendës presidentja e Komisionit Parlamentar dypalësh për çështjet e barazisë gjinore dhe fenomenit të feminicidios, që është senatorja Delia në Parlamentin Italian, dhe ajo ka pasur një reagim dhe një notë zyrtare për të shprehur jo vetëm solidaritetin ndaj familjes, ndaj kësaj humbje, por dhe faktin e këtij fenomeni që bëhet gjithmonë më dramatik në aktualitetin italian. Pasi për të kujtuar, pak orë para se të zbulojë trupi i Ilaria Sulas, në Itali ka ndodhur një tjetër ngjarje po kaq e rëndë, një vajzë po me moshën 22 vjeçare si Ilaria, me të njëjtën metodologji vrasje e goditur me pikë nga një person që përsekutonte edhe ai i ri me moshë 20 sa vjeç. Pra brenda 24 orëve në aktualitetin italian ka pasur 2 vrasje feminicidio dhe 2 vajza mjaft të reja në moshë 22 vjeçare dhe të dyja studente. Dhe mos harrojmë që dhe autori i krimit si në rastin e Ilarias është po student, Mark Antony Samson është student i arkitekturës, edhe në rastin e vajzës tjetër, Sarës,
ngjarje që ndodhi në Siçili, autori i krimit ishte po student. Po student. Prandaj dhe reagimi politik të institucioneve italiane ka qenë i fortë, edhe me ato që ju thatë, me manifestimet në shesh, me apelet, por edhe me notë zyrtare nga forcat politike dhe autoritetet lokale. Kënaqësi që të kishim në program, Alba, dhe faleminderit për gjithë informacionin e detajuar, të shtëruar edhe për ekskluzivet, ndërkohë që vijon të pyetet autori i dyshuar. E vlerësojmë që ishit me ne në programin Mesnesh, të përshëndesim nga Tirana. Të përshëndesim, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit, kënaqësi. Ne ndërkohë do të ndrojmë krejtësisht temë, do të kalojmë fillimisht linjën për regjinë edhe më pas në studio me të tjera momente.